ku e ka sjell këtë minare një 2-3 herë kështu në rreth rrotull, edhe e ka gjujt në tokë. 5-6 mijë euro, po, që të pare kushtojnë, tash ushqimi dimnit është shtrenjtë. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Ndodhemi në fshatin Muçitev të Suarekës, ku mbrapa meje po shihet edhe xhamia e këtij fshati, ku është dëmtuar nga erërat e forta. Si pasojë e këtyre erërave të forta, minarja e kësaj xhamie ka rënë poshtë. Përshëndetje, fillimisht a mundesh më na prezantosh? Përshëndetje, unë jam Petret Aliaj nga fshati Muçitev. Atëherë jemi të e pa mbrapa damet që i ka bë erat e forta këtu në fshatin e juaj. Apo na tregon pak a shumë çysh ka ndodhur kjo? Po unë ishna kalimtar i rastit, kësaj dish në të ardhur në kamp të shku në shtëpi. Ka ardhur një dredhë e madhe, një frëm prej poshtit, ku e ka sjell këtë minare një 2-3 herë kështu në rreth rrotull, edhe e ka gjujt në tokë. Pastaj edhe ati migjës ja ka bajt domethënë ati këtë kulmin e shtallës, e ka bajt e ka qitë këtë nurë nëjna, këtë restorantin këtu përballë, ja ka hek disa lastra, e kështu pa. Jo, frikë nuk kam pas, jam konë me djalin e vllajt, voglin, jam konë të hecë, sajde, nuk kemi pas frikë, kem pa, domethënë këtë ngjarjen që ka ndodhur, po jo, që me ba dam njerëz e kështu jo. A ka ardhur dikush prej komunës me ju vizitu ose me pa çka ka ndodhur këtu? Jo, nuk e kam pa, kërë kanë alo, edhe kërtari ka tunit, ndoshta i ka lajmëruar, nuk e dim sigurt. Nuk e di. A ka pas njerëz brenda xhamisë në atë kohë? Jo, nuk ka pas. Përshëndetje. Fillimisht a mundesh më na prezantu? Skënder Ali Oleman, baba janin, fshatit Muçitev. Atëra mundesh më na tregu pak a shumë për damet që ju kanë bë prej erave të forta? Dome ka të mëdha, po shihet edhe vetë çfarë dome ka bën. Për shtalla 2 anë të ka rrugë fryma, sa po shihet kanë prunë ka pështuar, me një s'ka pas të ngatë. Dame tjera ka bë përveç këtyre shtallave? Dome tjera, qërminjët e shtëpisë atje i ka shplu. Këtë po shihet që i ka shplu i shimin 2 shtallat e thash. Përafërsisht me euro deri në sa shkojnë damet që janë bë? Shkojnë damet mëdha, janë ushqimi shtrenjtë, ha. Përafërsisht se di sa më të vonë, po dome ka të mëdha. 5-6 mijë euro, po, që të pare kushtojnë, tash ushqimi dimnit është shtrenjtë. A keni kontaktu me komunën, a ju kanë thonë? Ja, me kërkan hala, era pare e një jo që keni orë. A ka pas kësi era, herave tjera është hera e parë që ka ndodhur? Ja, në ditë parë se kësaj ka ndodhur, po veç anën e poshtër, ne ka shplu e kena mblu vetë, pra. Tash jeni tu e mbulu dhe këtë pjesë vetë, apo? Po, vetë kem të mjanis me bave me këta, mushëm ne i kanë me afru, bete ushqimi mos më prish. Se ti dimnit që në shtin, nëzë të copa lo pa i shën. Po s'kita në ushqimi shtrenjtë, dimnit që në blenë. Cili është mesazhi për komunën, qoftë për qeverinë? Po mesazhi jam është më nanim unë, se ti dimnit që në blenë e shem, ose do të më shit këtë gjanë. Faleminderit shumë. Edhe pe jo, shfaleminderit.